Pas ndarjes në baza nacionale, dihet se fillohet me helmimin e nxënësve. Qëllimi i formimit lidhjes arsimtarëve shqiptar ka qenë që të kundërshtohen plan programet diskriminuese serbe në Kosovë. I tërë dokumentacioni pedagogjik ka pas logon e Republikës së Kosovës. Protesta më madhështore që është organizuar për lirimin e shkollave shqipe ka qenë protesta 12 dhe 13 tetorit 1992. Në protestën e 12-13 tetorit, Recep Osmani ka qenë i burgosur. Shtylla kryesore e financimit të Kosovës ka qenë Këshilli Qendror për Finansim. Në këtë këshill, lekët ka kanë ardhur. Çdo fshat e ka pas një këshill për finansim. Shpesh herë o dash që ato mjete me thasë bartën prej Dardania Bankës. Ibrahim Rugova me urtësinë, butësinë, sinqeritetin, inteligjencën edhe karakterin e fortë e solli Kosovën këtu ku jemi sot. Nuk ka familje në botë që ka sakrifikuar aq për atë sa që kanë sakrifikuar familja e Adem Jasharit. Profesor Shyqëri Obertinca. Shyq, faleminderit shumë. Dhe qofshit. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë në orën 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.